Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar të shikues kudo që jeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emision që na bashkon neve dhe juve në çdo javë. Takohemi për të kujtuar, për të përmendur ndonjë popull që Allahu xhalla xhelaluhu ka përmendur në librin e tij. Allahu asgjë në librin e tij nuk ka përmendur rastësisht. Libri i tij, i cili është jashtëzakonisht i shkurtër për ka vëllimi i tij, është detajues i shumë gjërave që njerëzve ju vijnë në jetën e tyre, sa i përket besimit, sa i përket adhurimit, moralit, aty zë vend edhe historia nga pak. Zën vend edhe ajetet të Kur'anit që flasim për të kaluar e njerëzve, e që ajo e kaluar për njerëzimin është e nevojshme të dihet, sepse Kur'ani si libër përfundues i gjitha shpalljeve, Kur'ani si libër me cilin voloset ardhja edhe e librit të fundit me profetin e fundit, me të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, është e detyrueshme që për krejt njerëzimin pastaj, që më prej mesjetës nuk do të kenë pejgamber, të dinë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka ngjarë në popujt e mëhershëm, në mjediset e mëhershme, në vendet të ndryshme, dhe cilat kanë qenë përfundimet e atyre popujve, pse Allahu i ka përmendur ata në Kur'an e kësaj. Ne para 2 javëve, para 2 emisioneve, pra kemi folur për Themudin si populli i dytë arab që njihet në historinë islame, respektivisht për profetin që është dërguar aty, Salihu alayhis salam, që është profeti i dytë arab. Pra, i pari ishte Hudi alayhis salam, i cili ishte dërguar te populli Ad, që ishin arab, në Ahqaf, në vendin e Yemenit të sotëm parafërsisht, pra, ndërkaq Hijri, një vend tjetër që përmendet në Kur'an me këtë emër, pra është i njohshëm në Arabinë Saudite të sotme me emrin Medain Salih, po ashtu, ku ka funksionuar populli Themud, ku ka jetuar, ku kanë shtrih jetën e tyre, që në fakt edhe këta përmenden për karakteristika shumë të ngjashme me popullin e Adit. Edhe këta ishin të fuqishëm, edhe këta ishin të aftë që të bënin gurët vendbanime. Edhe këta kishin aftësi fizike, ndoshta jo bashkë sa Adi, por edhe këta ishin të atill që mund t'i shndërronin shkëmbinjt në vendbanime. Me fjalë tjera, këta kishin shumë ngjashmëri me popullin e Hudit alayhis salam, me popullin e Ad. Mirë po, ai popull, për shkak se nuk i besuan Hudit alayhis salam, pra Adi, Allahu xhalla xhelaluhu fillimisht me një thatësirë prej 3 viteve, pastaj me një dënim të dhëmshëm i dënoi, ku ata mbeten sikur të ishin në fakt njerëz të ndarë trupat e tyre prej kokave të tyre, prej frymës së madhe që kishte, erës së madhe dhe vërshimit që Allahu xhalla xhelaluhu pastaj u duk sikur ata u gëzuan një herë kur pan një vranësirë, por ajo vranësirë ishte vranësirë dënimi e jo vranësirë e largimit të thatësisë 3 vjeçare që ishte në atë vend. Për shkak se ata nuk morën mësimin as pas asaj thatësie, u munduan që të dërgojnë njerëz të shkojnë në Qabe, të luten eventualisht, mos po vjen ndonjë shpëtim prej këndej, por megjithatë Hudin alayhis salam dhe thirrjen e tij nuk e pranuan. E kjo, të nderuar vëllezër, na bën shumë me gajle se njerëzit dëshirojnë nga njëherë të kapën me Allahun,
pa ndërmjetësuesin, pa pejgamberin. Pra dëshirojnë të shkojnë në Qabe të lutën Adi e të mos e përfillin profetin e tyre. Allahu xhalla xhelaluhu kur e dërgon dikon profet, nuk lejohet që të arrijë te Allahu në ndonjë mënyrë tjetër përpos nëpërmjet atij. Jo që ne tash profetin e madhërojmë dhe adhurojmë, por nuk lejohet që ne të mos e besojmë atë profet. Dhe ju jeni besimtar musliman dhe e dini sakt se vetë shahadeti jon, për shembull, nuk është i kompletuar nëse vetëm thuhet eshhedu an la ilaha illallah. Nuk bën asesi të mendohet se është i vetëm Allahu që meriton të adhurohet dhe këtu përfundon dëshmia e besimtarit, pra shahadeti i tij dhe këtu bëhet musliman. Ja, ai duhet ta kompletoj me domosme pjesën tjetër wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe dëshmoj po ashtu se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. Pra nuk lejohet që ne tash të themi e kam gjetë Zotin, po mu nuk më vjen Islami. Sikur që ka njerëz agnostik që dëshirojnë të thonë se ne e njohim një krijues, ne e njohim një të mbifuqishëm, ne e pranojmë ndoshta se edhe ai takon metafizikës, është përtej perceptimeve tona të shqisave, të prekurit e të ngjashme e tjera, por megjithatë nuk duhem ta njohim atë nëpërmjet ndonjë besimi, sepse ne jemi as krishterë, as musliman, as hebrej, as gjë tjetër. Me fjalë tjera, ju themi se kjo nuk ju bën dobi as pak. Kjo nuk është besim. Me këtë mos pretendoj askush, çfarë dush hoxhe të tjetë, sa do let mundohet të bëhet tolerant, nuk mund të futet kjo kategori e njerëzve në xhenet, sepse Allahu po e tregon vetë në rastin e Hudit a.s. atje, që ata ndonë se shkuan dhe i dërguan besimtarët e sinqert, që konsiderosh njerëz të mirë të tyre, që të lutën te Allahu për shkak të thatësisë, megjithatë ajo nuk ju solli shpëtim, sepse Allahu kishte vendosur që t'i dënoj pasi ata përgënjeshtruan profetin e tyre, të dërguar në mesin e tyre, të njoftun për burni dhe për mirësi. E njëjta është edhe me Salihun a.s. E tash populli Salihut a.s. në fakt do duhet të ishte shumë më vigjilent, sepse e kishin veç informatën, dijen për popullin e kaluar për Adin. Ata në periudhë kohore nuk ishin shumë afër duke jetuar, por megjithatë ishte kujtesë e freskët për gjeneratat që transmetohej për njerëzve tek gjeneratat e tjera, se kështu ka qenë një popull dhe kështu është dënuar. Edhe këta devijuan dhe i patën të njëjtat format e devijimit, por këta kur nuk i besuan Salihut a.s. Kërkuan pra që të demonstroj ai një fuqi edhe më të theksuar dhe të dokumentoj se është profet. Dhe ai ju tha, çfarë kërkoni ju, çfarë unë mund të bëj që ju të bindni se unë jam profet. Bile ata i thanë, ne të kemi konsideru në mesin ton si një njeri që janë varë shpresat të ai, por ti përna del ne kështu shumë përgënjeshtrues në këtë që po thret e tjera. E kur ata i kërkuan ati, a ke argument shtes, a ke ndonjë mrekulli, a ke mucize për cilën folëm në javën e kaluar, se çfarë është dhe pse kanë nevojë profetët të kenë një gjë të tillë, ai tha, çfarë mrekullie mendoni t'ju sjell unë? Kur mrekulli janë vetë qetë dhe toka, mrekulli është vetë jeta jonë, mrekulli është nata dhe dita, mrekulli është qarkullimi sa preciz i yjeve dhe i planeteve dhe i trupave qiellor që ndodh asnjë ndeshje, pa pas asnjë polec të dënimit, pa pas asnjë kundërvajtje të askujt për këtyre trupave, kullum fi felekin yasbahun, krejt janë në një hapësirë që notojnë të lirë. Atëherë, këto janë argumente, po çfarë ju doni konkretisht? Ata e bën një kërkesë shumë interesante, të nderuar vëllezër besimtar. Kërkesa e tyre ishte shumë e çuditshme. Thanë, a ka mundësi, pra, nëse ti pretendon që je i dërguar i Zotit, që Zoti ta sjell në mesin ton një deve, e cila
është deve, normal, por është e madhe. Dhe ajo deve të del nga ky gur. Shkon dhe kërkuan konkretisht për të bëhet guri të dalë prej aty një deve. A është e mundur një gjë e tillë që ta bëj Zoti. Nëse ti këtë e bjen në mesin ton, atëherë ne do të besojmë. Ata kërkuan që devja të ketë specifika të natyrshme, që të jetë deve, e cila milet, e cila është edhe e tillë që lind, që pjell, është deve shtatzën, është me barë. Pra kërkuan gjërat të çuditshme shumë, që ajo të dukej tamam deve, po të dukej që është e jashtëzakonshme të mos mendohet, pra se e ka sjell dikush nga mesi i tyre dhe atyre po i bën cirk. Vërtet kërkesat e tyre ishin shumë të çuditshme. Dhe ne jo rastësisht folëm për mrekullinë. Mrekullia nuk është diçka e zakonshme në javën e kaluar. Mrekullia nuk është diçka që mendohet se mund ta bëj një njeri i rëndomt. Mrekullia pastaj nuk ju ndodh dikujt tjetër përpos profetëve. Dhe ata kur kërkuan një gjë të tillë, thot mendja ty sot ku ju ka shku mendja ashtu. Në vend se të kërkojnë diçka nga qielli, hajtë nëse Zoti din këtë për neve, hajtë nëse din atë për neve, hajtë nëse bën këtë veprim që të duket se ti për shembull po flet me dije. Në zakonshëm në raste të tilla do të kishim kërkuar për shembull a din ai se çfarë mendoj unë në këtë moment, ose a din ai se çfarë kam në shtëpi në këtë moment. A din ai se çfarë bisedova unë pak më parë me këtë kolegun tim, me këtë shokun tim, me këtë mikun tim, cila ishte biseda. Dhe po të thuaj se Salihu për shembull po i identifikon bisedat, po i din se çfarë kanë vepruar ata mbrëm në shtëpi. Çfarë po qarkullon, çfarë po ndodh, etj, do të ishin argumente shumë të mjaftueshme se ky njeri nuk ka aftësi mbi njerëzore që ti dëgjoj të tjerë kur flasin me zë të heshtur. Nuk ka aftësi mbi njerëzore që ti kontrolloj njerëzit se çfarë bëjnë në shtëpitë e tyre, çfarë ata fshehin, çfarë ata deponojnë, çfarë ata mund të kenë. Pra kanë pas lloj-lloj mundësie që të kërkojnë nga Salihu a.s. dhe të njihet ajo si masë mjaftueshme për të vërtetuar se ky më të vërtetë që ka profet, këtij po i tregon dikush edhe është diçka më e pazakonshme. Ne të nderuar vëllezër, jemi si njerëz gjithmonë kurështar që për gjërat e fshehta, pra nëse dikush na thot vërtet na lëkund mendjen. Sot për shembull sa shumë është e përhapur magjia. Shkon dikush tek magjistari për 2-3 informata që mund t'ja jep një magjistar në një enë me ujë dhe i thot se ti pas ke shumë magji, ty po të bëj kanë kështu, ty po të ndodh ka kështu, një 2-3 informata të qelluara, 200-300 të pasakta, por njerëzit aq shumë i besojnë dhe kanë pastaj bindje për atë magjistarin se është i mrrim, është njeri i Zotit, ai do të shkojmë. Fillojnë ndoshta me ju friksu nganjëherë për faktin se ai po sjell informata më shumë se sa që do të ishte e zakonshme. Ai në fakt bashkëpunon me gjendët, të cilët për të vërtetë mund t'ia japin ndonjë informatë këtij për këtë personin e sëmur ose hallëxhi që ka shku tek ai dhe ky tash pretendon se ky po ditë të fshehtën. Pra edhe në ditët e sotme kërshëria për të njoftë gjëra të tilla të fshehta gjithmonë ekziston edhe nga njerëz ndoshta më besimtar. E nuk është habi kjo. Vetë Ibrahimi a.s. profeti Allahut qale Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. O Zot, hajt më bëj të qartë çush ke mundësi të ringjallësh të vdekurit. Pra njeriu flet për ringjalljen, por nuk e ka të lehtë ta besoj. Men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Kush ka mundësi që t'i ngjall këta eshta kur ata janë tha, kur ata krejt jeta tyre ka përfunduar. Pra njerëzit e kanë të vështirë ta besojnë gajbin në përgjithësi, të fshehtën.
Ti thuhet se ka melek, ka melaçe. Ku janë? Me njerë pyet. S'është mësuar që gjithçka të jetë nga bota konkrete. E nëse thuhet diçka për botën e fshetë, jo që nuk e beson, se duhet ta besoj sepse kemi plot gjëra që ekzistojnë, sikur që është shpirti, sikur që është mendja, sikur që janë veprime pastaj që i quajmë të zemrës, që është emocioni, që është dashuria, që është urrejtja e tjera, këto gjëra ekzistojnë, por kërkush nuk i ka pa kurrë. Dhe njerëzit detyrohen që të njohin edhe përtej asaj që është fizike, përtej asaj që preket. Janë të gatshëm të besojnë. Mirë po, kur është në pyetje momenti i caktuar që të merret informata për gjërat që ata nuk i shohin, atëherë këtu edhe më e lehtë për ta është që ti besojnë dikujt kur ai jep informata nga bota sekrete, nga bota e fshehtë, nga bota diskrete, në fakt, bile më mirë të themi, jo sekrete, nga bota e cila gjendet ekziston, por që ne nuk kemi qasje me te. Atëherë, pra po duhet të them, një magjistarit janë gjendje të i besojnë, vetëm pse sjell argumente, ndoshta nga njëherë më të fuqishme se sa njerëzit e rëndomt, që ai në fakt ati ja sjell dikush lajmin për një gjë të tillë që janë gjendet. Mirë po, Saliut a.s. kur i kërkuan që të bëhet një deve, ai ju drejtua Allahu xhelle xhelaluhu dhe Allahu ja miratoi këtë kërkesë dhe tha: "Eni tash të dalin të gjithë në një spektakël, të dalin dhe të shohin, thanë, çfarë kërkoni ju, popull?" Tha, na kërkojmë që ai guri atje, një shkëmb i madh në mal, të dalë prej aty një deve e madhe. Dhe përshkruan për deven sa nuk ta mërmendje çfarë detaje dhanë, po i përmendi pra edhe një herë këto dy kryesore që të jetë qumshtore dhe të jetë deve e cila mund të lindë. Por që në vetvete ta ketë edhe barrën ajo. Do të ishte kjo edhe më interesante për tu akseptuar fuqia e Zotit xhelle xhelaluhu se apo mund ta bëj apo jo. Ata në fakt sikur menduan që Saliu a.s. do të përfundoj si një gënjeshtar, si një pretendues i rrejshëm, se ashtu kështu një gjë të tillë nuk mund ta bëj. Por kur ai i tha popullit, shikoni tash, po besoj që Allahu do ta bëjë një gjë të tillë, filloi gurit të qahet. Dhe ata të gjithë po e shohin. Filloi gurit të ndahet. Filloi nga gurit të del një deve, sikur të lindë. Mirë po një deve e cila nuk po lind nga një deve tjetër, sepse është më e madhe, nuk kam pa në sytë e tyre ndonjëherë deve të asaj madhështie, ose edhe asaj madhësie. Dhe ajo deve po lëviz dhe po ecë, po del prej shkëmbit, po del prej gurit dhe po ecë në mesin e njerëzve. Derisa tek Hijri ose tek Medain Salih ishte një pus, një bunar, që ata e kishin me renditje familje se kush do të kishte të drejtë të mbushte ujë sot e kush nesër. Dhe kësaj ata kishin vendosur që atë renditje tashmë ta ndajnë bashkë edhe me deven, sepse edhe ajo kishte nevojë për pi ujë, sepse ata deshen një deve origjinale, një deve që vetëm në rrit nuk është e masa normale, përndryshe sifatet e tjera i ka të gjitha. Dhe deveja e Saliut a.s. pinte ujë të ai pusi dhe atë ditë nuk mbetej ujë për njerëzit. Sa që u detyruan të bëjnë një rend që një ditë të pinte ujë deveja, e ditën tjetër të pinë ujë njerëzit, respektivisht të marrin ujë dhe rezervat e tyre prej atij pusi që ata të pajisin me ujë. Ndërkaq në ditën kur nuk e kishin ujin, mjaftonte qumshti i devës e cila në nuk themi që populli Themut ka qenë populli madh me miliarda njerëz ose me qindra milion njerëz, jo, aty kanë mund të jenë pak njerëz në kuptim ndoshta mijëra njerëz ose
shifra të vogla, pra jo vetëm banim shumë i madh, po si popull, megjithatë i bie se kanë mund të ushqehen në ditën kur deveja nuk ka pi ujë, ka pi ujë në fakt, dhe ata nuk kanë pas drejt të pinë ujë tek pusi, tek bunari i tyre, ata janë ushqyer me qumshtin e devës, e cila po ashtu e sjell atë sasi dhe e ngop tërë atë popull. Të gjithë e parë, disa dhe besuan kur e pan këtë mrekulli, që Allahu Gjelle Gjelaluhu e mbështeti robin e tij, Salihut a.s. I dha këtë mundësi që të jetë më lehtë i pranueshëm në mesin e popullit dhe të jetë nga personat të cilët mbështeten nga Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe profecia e tij të jetë e besueshme, e verifikuar, e dëshmuar dhe pastaj këta të jenë në gjendje të plotë, ta njohin si profet dhe të ecin pas mësimeve të tij. Mirë po, këtu kemi një përgjigje interesante, tham shumica nuk i besuan as pas kësaj. Ndërkaq një pakic i besuan dhe u rrështuan ka Salihu a.s. Por ishte tham pakic në mesin e krejt atij popullit të vogël, Allahu e din më së miri se sa banor kanë mund të jenë ata. Ne këtu do të bëjmë tash një shkutje të shkurtër, do të themi pas pak për të pasur si dhe çka konkretisht ndodhi me këtë deve dhe çka me popullin i cili kërkoi që nëse ti na sjell një deve me përmasa të tilla, ne do ta besojmë dhe do të besojmë aty për profet, se je jo mashtrues, po je vërtet interpretues i fjalës së Allahut Xhelel Xhelalu. Do të kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Të respektuar teleshikues, rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e misionit Popujt e Kuranit. Ishim duke folur për mrekullinë që Allahu Xhelel Xhelaluhu i dha si mbështetje robit të tij dhe profetit të tij Salihut a.s. Dhe ajo mrekulli ishte jo e zgjedhur nga Allahu për qenë mrekulli, por ishte kërkesë e vet popullit Themud që sipas tyre bën një kërkesë të çoroditur, të çuditshme, që eventualisht Salihu a.s. të sfidohej dhe ata me lehtësi i thonin se ti je gënjeshtar, rrenacak, mashtrues, pretendues i mbështetjes që ti këtë e bën për poenat tu, siç e themi ne sot, politik ose të ngjashme. Mirë po, pikërisht kërkesën që ata e bën me përshkrimin që ata e dhan, Allahu Xhelel Xhelaluhu ashtu u plotësoi. Ta kërkuan një deve, dhe ajo deve pra të dalë nga një shkëm, nga një gur, ajo deve të mos ishte përmasës së deveve të zakonshme, ishte deve shumë e madhe, ishte femër, ishte me barë po ashtu, e cila me vonë do të lind faktikisht dhe devën tjetër. Pastaj jepte shumë qumsht, pra ishte deve zakonshme, nuk ishte ndonjë farë aparati ose ndonjë mrekulli e cila i kishte disa ditë. Devja qëndroi aty, populli u njohën me te, por nuk e pasuan Salihun a.s. Me shumicë pra nuk e pasuan. Kjo është një mësim dhe mesazh shumë i madh për gjithë hoxhallarët, të cilët janë pasues të pejgamberëve dhe thirrës në rrugën e Allahu Xhelel Xhelaluhu, njëjtë sikur që e kanë bërë pejgamberët. Ka plot njerëz që kërkojnë dhe mendojnë ta sfidojnë hoxhën, se nëse kjo do të ishte kështu, unë do ta bëja këtë. Sa njeri na ka lodh me çështje të namazit, pse ju e bëni këtë arabisht? Po të ishte shqip, unë do të falesha. Dhe në momentin kur ti mendon se ata vërtet kanë kështu, disa të tjerë kanë thënë mbi baza krejtësisht nacionale, kombëtare, po të kishte pejgamber shqiptar, ne do ta besonim dhe do t'i pasonim gjurmët e tij. Këto janë, si thua,
broshkullat të njerëzve të cilat me plot gojën flasin, a nuk kanë as pak sinceritet në këtë që e thonë. Sepse njerëzit po ta besojnë Allahun xhelle xhelalu, se është, se ekziston. Dhe po t'i besonin atij Allahut, nëse ai do t'ua dërgonte një profet, një pejgamber nga mesi i tyre, sikur që kanë ndodhur me krejt popujt. Kjo nuk është e pamundshme dhe nuk është që Allah nuk e ka bërë më herët. Wa in min ummetin illa khala fiha nadhir, nuk ka popull që nuk ka pas profet, pejgamber, qortues, tërheqës të vrejtjes e tjera. Mirë po, ata kërkojnë sot një profet kur dera pejgamberis, dera profetësis është mbyllur. Ata kërkojnë një profet shqiptar që të atin pas cilë ne të ecim. Pse? Ti do të pasoj atë. Po ti profetet mrenda thojzave, i kje shqiptar, janë hoxhëllarët shqiptar, në gjuhën shqipe flasin. Ja ju po luteni arabisht, që ne shqip po lutemi. Je po unë dua që edhe namazit të jetë, Kur'anit të jetë në shqip, të përkthyere ke Allah. Dhe ti kur e lexon, e ndjen se je duke lexuar fjalën e Allahut të përkthyera apo jo? Kur nuk ekziston besimi, gjenden 100 rrugë tjera për të evituar atë besim, për të larguar prej tij. Ama absolutisht nuk i kthehet të vërtetës dhe realitetit, sepse nuk e do atë. Po ta dëshironte të vërtetën, nuk ka nevojë që me Zotin të flitet me gjuhë të caktuar. Nëse Allahun e don, dhe Allahu është një unik dhe i vetëm, Allahu si një i tillë, a mendon ti se do të ishte shqiptar, apo do të ishte arab, apo do të ishte gjerman, apo është e met për hakun Allahu xhelle xhelaluhu t'i atribohet atij ndonjë komsi. Komsit janë tek njerëzit që ndahen në popull e fise që të njihen ndërmjet tyre. Me Allahun që është një i vetëm unik, nuk ka nevojë as për gjini, nuk ka nevojë as për përcaktime tjera, as për dallime tjera, sepse lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, nuk i ngjan atij asgjë, askush. Asgjëja nuk mund të jetë si Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe tik nëse e beson Allahun, çfarë rëndësi ka ky hoxha çfarë gjuhë flet? Çfarë rëndësi ka profeti se a është ardhur, a është nga mesi jon, a nga fisi jon? Ka pas popull që kështu i kanë klasifikuar dhe i kanë kualifikuar gjërat. Por Allah për këtë i zbulon këto mrekulli që ne po i shpjegojmë në mënyrë që të kuptohet se fars është fjala tyre, arsyetimi i tyre se ne do të kishim besuar të gjithë, ne do ta kishim bërë kështu, do të kishim bërë ashtu, po të ishte kështu dhe ashtu. Rën është, gënjeshtër është kjo, pretendim është kjo. Dhe nuk guxon hoxha absolutisht të bie prej këtyre njerëzve dhe të duket se po veç pak t'ja kishim adoptuar pak fen atij, pak t'ja kishim bërë që të duket si etis, qysh ai po kërkon, të mos i duket arabizëm, të bëjmë peligrinazhin por dikun në Vlorë, ose në Kavaj, ose në atë vend, ose në këtë vend, e të mos e bëjmë në ndonjë tokë arabe, në Mezdhe atje, në Arabi, në Shkretetir, në Mekë e të ngjashme. Në kota janë këto. Ata mendojnë se gjuha i ka fajt pse ata nuk janë besimtarë. Me çfarë gjuhët duhet të agjërosh i nderuari vëlla? Ku është problemi? Pse nuk agjeron? Agjerimi nuk do gjuhë. Sepse nuk ke përkushtim ndaj Zotit, nuk e beson fjalën e tij, nuk e beson urdhën e tij, nuk e beson Allahun direkt ose indirekt, pak ose shumë ke mungesë të besimit. Dhe deri te besimi tek ai nuk mund të shkosh direkt, sikur që përmenda edhe më herët, pra nuk mund të jesh besimtar nëse nuk e njeh edhe profetin e tij të fundit dhe ta dëshmosh se është rob dhe i dërguar i tij. E profeti i fundit në fakt nuk ishte krenar me arabizmin e tij, në kuptimin nuk ishte ai person që kishte ardhur për të mbrojtur ngjyrat ose identitetin kombëtar të vetvetes. Përkundrazi, la fadla li arabin ala a'jami. Ai tha nuk ka vlerë arabin mbi jo arabin, mbi të huajin. Illa bit taqwa, njerëzit dallohen me devotshmëri.
Ai luftoi gjërat. Po pse Kurani është arabisht? Sepse Allahu në një gjuhë do ta kishte zbritur. Dhe derisa profetin e fundit e ka zgjedhur nga arabët, atë kjo është gjuha që duhet të zbresë fjala e Allahut. Sepse profetët flasin në gjuhën që ata vinë dhe i përkasin. Pra, ky qëlloj arab dhe për këtë Kurani është arabisht, po të ishte gjerman do të ishte gjermanisht. Po të ishte shqiptar do të ishte shqip. Këto e në urësit Allahut. Madje edhe popujt që janë mësu të kenë profet në mesin e tyre, e pritën me shumë dëshirë që edhe profeti i fundit të jetë nga mesi i tyre. Kur nuk o jetë nga mesi i tyre, përgënjeshtruan këtë, sallallahu alaihi wasallam. Pra, janë të kota pretendimet e disave se unë do të kështë besu, do të isha bë pasuesi më i mirë, unë do të isha bë besimtari më i sinqert, nëse ti ma bën këtë ose atë. Mundohet ndonjëherë hoxha i shkret, të cilën e lodhin këta njerëz, që të bëjnë një farë kompromisi me fenë, t'ja bëjmë më të afërt atyre fenë, t'ja bëjmë më të dashur atyre fenë, duke ja përshtat, duke ja shqipruar në kuptim jo të gjuhës tash e them, por në kuptim edhe të adete dhe të zakonit që mund të jenë shumë të këqija. Ne nuk jem këtu Arabi, ne nuk jem këtu Angli, ne nuk jem këtu, ne ata çka jem, nëse i beso Allahut, ata besoj librit ti, besoj edhe profetit ti dhe pasojat. Por ne e dim se Allahu na solli shembull, tha, devën, ja deve e kusht. Urno, besoje, pasoje. Salihun a.s. tash. A e pa devën? A e pa se devja edhe mjelit merret qumsh prej saj, ju pini qumshtin e saj, është deve e zakonshme. E zakonshme saj për këtë principeve, e pa zakonshme saj për këtë rritës. E pa zakonshme dhe saj për këtë mënyrës së arjes saj, kush ishte nëna saj që e bëri kaq të madhe deve. Qysh lindja ajo ashtu e madhe. Ku u mbështet, ku u mbështjell, ku u fsheh në kodër, në shkëm, që do të kishte mundur të bëj dikush ndonjë magji në këtë rast dhe ta sillte mbas një guri e pastaj Saliuti thot guri del dhe e pamundshme. Mirë po, ata tash e humbën luftën saj për këtë devës, e humbën luftën saj për këtë pretendime që po të kishte ti mrekullinë ne do të besonim, tash erdhën deri te momenti që nuk duan ta besojnë, nuk duan të nështrohen Saliut a.s. për kundër atyre pretendimit të një pasjeshme, e tash Saliu a.s. thot, hadhihi naqatullahi. Kjo është deve e Allahut. Është quajtur deve e Allahut sepse jo që deve tjera i ka krijuar dikush tjetër, por kjo ishte me specifika të veçanta që ju kërkuat. Fela tamassuha bisu'in, fa ta'khudhukum 'adhabun qarib. Mos e prekni këtë deve me të keq, sepse shpejt mund t'ju vjet dënimi, po që se e prekni devën. Vini njerëz, angazhoheshin njerëz, kishin dëgjuar për këtë deve dhe e vizitonin. Dhe kur shihnin vërtet, mahniteshin me devën e madhe. Ka e solli, çfarë aftësie pati Salih a.s. që ta sillte një deve të tillë. E ata kur të tregonin për vërtetën dhe realitetin, atëherë ajo deve filloi mu bë shkak që njerëzit ndoshta të besojnë më shumë, ata tash jo që nuk besuan vetë, por nuk dëshirojnë që edhe të tjerë të besojnë. Dhe femba'atha, do të thonë Allahu xhalla xhelaluhu e thot e mori iniciativën një njeri jashtëzakonisht i keq. Idhim ba'atha ashqaha. Njeri më i lig i tyre e mori guximin që ta preka deve dhe ta thirrë. Pak edhe ta provojnë sa është e zakonshme apo është ndonjë deve e cila nuk ka shpirt. Ka ndonjë lloj motori që ne nuk po dim ta shohim, ta dim, ta kuptojmë, pra dëshiruan që ta eliminojnë argumentin e gjallë të Allahu xhalla xhelaluhu nga sipërfaqja e tokës. Dhe kur ndërmorën dhe këtë hap, Saliu a.s. e diti fare mirë se çfarë do të ndodhë dhe cili do të jetë epilogu i këtij populli, sepse ju kishte
thënë, i kishte treguar, ju kishte tërheq vërejtjen se nëse ju e prekni devën me të keq, ata do t'ju vi në shpejtësi dënimi i madh. Allahu xhalla xhelaluhu përmend këtë ngjarje në shumë vende në Kur'an, madje çfarë është më interesante, në Salihun alayhis salam, në të vërtetën e tij, në popullin e Temud, kanë përmendur edhe Musa alayhis salam. Ju ka përmendur Bani Israilëve se kështu ka qenë edhe populli i Hudit, i Nuhit alayhis salam, populli i Hudit dhe populli i Salihut. Kemi kujdes sepse dënimet e Allahut mund të vinë, pra tërheqnin vërejtjen Musa alayhis salam dhe Harun alayhis salam, dhe gjithë e kanë ditë dhe kanë njohur dhe kanë besu këtë të vërtetë dhe këtë realitet që ne po e përmendim. Kur ata prind devën, Allahu xhalla xhelaluhu solli një dënim që ishte zhurma. Zhurma e cila ndonjëherë neve me na bëva ki, ndonjë kakofoni që mund të krijohet nga aparaturat, të krijohet zhurmë nga aparati, nga televizori për shembull, nga zmadhues në xhami që na ndodhin, duke kënduar imami dhe mund të ndodhë që mikrofoni me zmadhuesin të jenë në rrezën e vaj që nuk di t'i shpjegoj ndoshta teknikisht si ndodhin, por kur shkaktohet ndonjë fishkëllim, edhe ajo mund të jetë me disa sekonda, shpesh bile ndodh kur mikrofoni kalon në sejdë me imamin kur është, krijohet një zhurmë e tillë dhe ne mezis presim që imami të largohet nga sejdja. Nëse në sejdë nuk rrihet gjatë, se zhurma e madhe, e padurueshme, Allahu xhalla xhelaluhu me zhurmë i bëri që këta njerëz të mbeten në shtëpitë e tyre kufoma, të vdesin, të goditen. Dhe jo vetëm të goditen, por ndodh edhe ajo mrekullia më e madhe që Allahu xhalla xhelaluhu e thot, e ne thot e shpëtuam Salihun dhe besimtarët pasuesit e tij. E këtë që Allahu e ka shpëtu Salihun alayhis salam dhe besimtarët e tij, e përmend se Allahu është pa dyshim i fuqishëm. Allahu është ai që mund ta bëjë një gjë të tillë, sepse nuk është e lehtë të shpëtohet një pjesë e popullit e të ndëshkohen pjesa tjetër. Shpesh bile ndodh që Allahu e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të shkatërrohet edhe i miri në mesin e të qeve që jeton, jo që Allahu është i hidhruar ndaj të mirëve, ani pse ata pra janë duke jetuar me të këqin, por se Allahu xhalla xhelaluhu nuk e ndan të mirin prej të keqit kur vjen dënimi i Allahut. Pra kështu ka tekste, ka hadithe për këtë. Mirë po, sikur në rastin e Salihut alayhis salam, e që ne përmendëm në javën e kaluar se nuk ka ndonjë rast që profeti, që pejgamberi është shkatruar, është me popullin e tij, përkundrazi Allahu një herë ka shpëtu atë dhe besimtarët që e kanë pasu, e pastaj ka ardhur deri te dënimi i të tjerëve. Kështu ndodhi edhe me Nuhin alayhis salam. Hipi në anije ai dhe hipën në anije besimtarët. Deshi ta marrë edhe djalin e tij, i cili nuk e kishte besuar, dhe bashortën që nuk e kishte besuar, por Allahu xhalla xhelaluhu nuk e lejoi, madje i tha wala tukhatibni fil ladina zalamu, mos më fal për ata që kanë bërë padrejsi, pra që padrejësia e tyre është ndaj vetvetes, pra nuk dua që të më lutesh e të kërkosh ndërmjetësim as për djalin tënd, as për askën tjetër. Allahu xhalla xhelaluhu pra e përmend kadhabat thamud bi tagwaha idh ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allahu përmend për këtu se si dikush dëshiroi të përgënjeshtoi çështjen e devës, pra duke e mbyt atë kush e bëri këtë,
e bërim njeri më i keq, më i poshtër i popullit të Themudit të popullit të Salihit a.s. Dhe kësaj erdhi deri tek dënimi dhe shkatërrimi i popullit të Themud për faktin se nuk qenë në gjendje ta pranojnë thirrjen e Allahut nëpërmjet profetit të tyre që e nënçmoni pra profetit nga mesi i tyre Salihut a.s. E kjo na bën me shumë mësime dhe na pasuron çështjen dhe qasjen ndaj besimit në profet. Nuk guxojmë ne që profetin, pejgamberin ta mendojmë vetëm se një postier, pra ai është pjesë e integruar e shahadetit dhe besimit tënd që nëse ti krejt ritualet fetare i kryen, siç kërkohet në Islam, nëse ti gjitha anë e përkushtimit ndaj Allahut e ki të shkëlqyera, mirë por nuk e pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, atëherë të gjitha këto janë të kota. Gjitha ato veprat e tua të mira janë të kota sa i përket ahiret, sepse ti nuk konsiderohesh besimtar derisa nuk e beson edhe profetin tek i cili ka zbrit Kur'anin. Nuk guxon që ti besohet Kur'anit e të mos i besohet profetit. Nuk guxon që të besohet profeti po të mos pasohen fjalët e tij, porositë e tij, mësimet e tij, hadithet e tij më thjesht. Me fjalë tjera, pra ne obligohemi që kur ta besojmë dikë, ta besojmë dhe t'ja besojmë punën tona e jo të gjejmë rrugë mjedise nga të cilat mund të shmangim eventualisht që kënë se ti se bërë këtë, se po ta bëjë ti këtë, unë do ta përfilja këtë ose atë. Allahu xhalla xhelaluhu na pasuroj shumë me rrëfimin e kësaj ngjarje dhe me përfundimin ani pse i lig i popullit të Salihit a.s. por që ne të kuptojmë se kur të kërkoni deve, do t'i besoni, kur të kërkoni mrekullit, do t'i besoni, sepse besimi i mrekullive është obligim, pastaj në të kundërtën të kap dënimi Allahut në mënyrë të shumë të dhëmshme. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fakt nga ajo që ka përshru Abdullah ibn Umeri ka thënë la tadkhulu masakina alladhina zalamu anfusahum. Thot mos hyni në vendbanimet e atyre që kanë bërë zullum vetvetes. En yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Thot sepse është rrezik që ju godet ajo që i ka godit, sepse aty ka ardhur dënimi i Allahut, pra përpos nëse kaloni aty pari kaloni duke qajtur. Dhe kjo duke qajtur i bie se duhet të shprehim atë mjerimin e jo të shkojmë me dëshirë e të bëjmë turizëm në ato vende ku Allahu xhalla xhelaluhu ka zbrit hidhrimin e tij, pra në sipas parametrave shariatik islam nuk lejohet që ne të vizitojmë vendet ose të qëndrojmë në vendet ku dënimi i Allahut ka zbritur një herë, sepse mundohet që njerëzit do t'i lakmojnë gjeneratave të caktuara dhe do të shkojnë në devijim sikur ata të parë dhe nëse Allahu dikon në atë vend ka shkatruar atë çfarë po pret ti prej vetes tënde dhe prej Allahut xhalla xhelaluhu. Kjo ishte e tëra sa i përket përfundimit të Salihut alayhis salam si profet, misioni i tij, por edhe përfundimit të Themudit, respektivisht dënimit që Allahu xhalla xhelaluhu i solli ati populli dhe ata u mbeten në shtëpitë e tyre të ngujuar dhe të humbur me besim. Allahu xhalla xhelaluhu ne këtë rrëfim dhe të tjera na e bëri që të jenë model dhe të dimë që të marrim më të mirën dhe kësaj dhe lutemi o Allah na bën që të marrim prej më të mirë dhe të largohemi nga këto mësimet e këqija të cilat nuk janë të dobishme për ne e që e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu natë ditë për çdo mirësi, por ndo tjera dhe për rrëfimin e këtyre ngjarjeve në librin e tij. Dhe në hallkën tjetër, dhe në popullin tjetër, në emision tjetër, ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.